Blegtorët e qarkut Dibër kërkojnë të informohen në lidhje me përhapjen e sëmundjes së rënë të murtajës. Kjo sëmundje shkakton dëm të madh ekonomik, pasi nëse prek qoftë një krerë duhet azgjësuar e gjithë tufa. Për këtë blegtorët kërkojnë që të mbahen të informuar nga autoritetet e shërbimit veterinar, qoftë në bashki, por edhe të drejtorisë rajonale. Ismet Markja nga fshati Gjorice Bulqizës ka mbi 500 krerë bagëti të imt, por ai thotë se nuk e ka informuar askush për sëmundjen e murtajës. Edhe shumë blegtorë të tjerë jashtë Kamerës thanë se nuk e kanë këtë informacion nga autoritetet përgjegjëse. 500 kokë bakti kemi, nuk ka ardhur asnjë specialist, asnjë veterinar këtu. Sa ato vinë kur i kërkojmë na? Si pas më. Ata s'kan ardhur as që një vit më, as shurimi. Ndërkohë prefekti i qarkut Dibër Nezbedin Shehu thotë se në terren vijojnë të jenë specialistët e shërbimit veterinar që sipas tij po monitorojnë situatën. Shehu shton se të gjitha fermat me blegtori në një perimetër prej 10 kilometrash nga zona infektuar mbahen nën monitorim. Unë kam marrë komunikim me shërbimin veterinar. Para 2 javësh është shfaq smundja e murtajës në një fermë në fshatin e fshatinjësisë administrative Shupens, bashkisë Bulqizë, edhe në 3-4 ditë shërbimi veterinar ka eliminuar 202 të imta, kryesisht të dhi, por edhe dela. Këto janë edhe të rritura, qingja e keca. Të gjithë baktit e imta të fermës janë eliminuar dhe groposur si që ka protokolli i shërbimit veterinar. Prej ditësh mahen nën monitorim fermat përreth, meqenëse ka edhe ferma tjera në një distancë 10 km, si që është protokolli, nuk kemi raste të tjera. Shërbimi veterinar është në terren edhe po monitoron situatën. Po monitorojnë me pikësinim kryesisht Shupenzën, por edhe me gjatë edhe i marrin informacion çdo ditë për situatë. Shërbimi veterinar nuk shkon nëpër ferma për ditë. Ata kanë komunikime. Gjorica është më shumë se 10 km, gjithsesi, por që se ka gjëra të tilla, ne do flasim me shërbimin veterinar, por jo vetëm shërbimi sektori shërbimit veterinar të Dibrës, por gjithë Ministria e Linjës po monitoron me kujdes kryesisht qarkun ton, me që në vitin e kaluar patëm Gjirokastër, po patëm edhe në Martanesh, ku e dim që u eliminuan Martanesh në Limjan gjithë ato dimta, edhe në shërbime shumë i ndjeshëm ndaj kësaj, edhe janë të gjithë në terren. Po që se ka një rast të tillë, unë do flas me shërbimin, por janë monitorim, janë të gjithë në terren punojësit e shërbimit veterinar. Deri tani vatra e raportuar mbetet ajo në Shupens të Bulqizës, por nuk ka informacion për matin Dibrën e Klosin.